që nga lashtësia, piramidat e Egjiptit kanë mbetur një nga misteret më të mëdha të njerëzimit. Si u ndërtuan ato, kush i ndërtoi dhe më e rëndësishmja, çfarë fshihet poshtë tyre. Piramida e madhe e Keopsit është një ndër strukturat më të mëdha dhe më misterioze që ka ndërtuar njeriu. Nën këtë kolos monumental ndodhen dhoma të fshehura, korridore të ngushta dhe tunele që shtrihen thellë nën tokë. Njëra prej tyre e quajtur dhoma nëntërsore është gdhendur drejt e nën shkëmbin natyror, por kjo dhomë është lënë përgjysmë. A mos ishte ajo pjesë e një ndërtimi shumë të madh që u ndal papritur, apo është një hyrje sekrete drejt diçkaje që askush nuk duhet ta zbulojë? Në vitin 2017, një ekip shkencëtarës përdori teknologjinë më të avancuar, skanim me reze kozmike, për të parë brenda piramidës. Ajo që zbuluan i la të gjithë pa fjalë. Një hapësirë gjigante e fshehur, një dhomë sekrete që nuk është vizituar kur nga askush. Por jo vetëm kaq, skanimet treguan se nën piramidën dhe rreth saj shtrihen struktura edhe më të mëdha, tunele dhe galeri të tëra, të ndërlikuara si rrënjët e një malit të madh. Sikur piramida të jetë vetëm maja që ne shohim, dhe poshtë saj të ndodhet një botë e tërë e fshehur që të pret të zbulohet. Nën piramidat janë gjetur korridore të mbuluara me ujë, dhoma të bllokuara me gur të mëdhenj dhe rrugë të fshehta që çojnë askund, ose ndoshta në vend që askush nuk guxon të shkelë. Çfarë është ruajtur aty? Një thesar, një dije e lashtë, apo diçka që mund të ndryshojë gjithë historinë e njerëzimit? Por për të kuptuar më shumë, duhet të kthehemi në kohët më të lashta, kur popuj të fuqishëm ndërtuan struktura gjigante, duke gdhendur tokën dhe shkëmbin me një forcë që sot duket e pamundur. Dhe këtu një surprizë e madhe na vjen nga vetë fjala e Zotit. Në Kur'an, Allahu përmend qartë popujt e lashtë si Themudi dhe Faraonin, që gdhenin tokën dhe ngritnin ndërtesa të pabesueshme. Në surën Fejr, Allahu thot: A nuk e ke parë çfarë i bëri Zoti yt popullit të Adit, të Iremit me shtylla të larta, që nuk është krijuar si ajo në qytete, dhe Themudit që gdhenin gurët në lugin, dhe Faraonit të shtyllave të mëdha, të cilët e kaluan në mizori në vend. Pra, edhe në librin e shenjtë konfirmohet që civilizimet e lashta jo vetëm ndërtuan mbi tokë, por edhe gërmuan thellë nën të, duke krijuar struktura që sfidojnë logjikën njerëzore. Ndoshta ajo që ne shohim nga piramidat është vetëm një pjesë e vogël, dhe e vërteta e madhe ndodhet poshtë tyre, duke pritur ditën kur njeriu do të jetë gati të zbulojë. Nëse dhe ju mendoni se piramidat fshehin sekrete që mund të ndryshojnë gjithë historinë tonë, mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanalin tonë dhe na tregoni në koment, sipas jush, çfarë tjetër mund të fshihet nën piramidat e Egjiptit. Faleminderit që ishit me mua, shihemi në videon tjetër.